Përshëndetje miq të Partizani Channel, drejt për drejt nga Arena Dem, aty ku si gjithmonë na përcjellin emocionet e forta të ndeshjes së Akademisë Partizani, pra teksa sot kemi 9 vjeçart në përballjen e ndeshjes prapa mbetur me Skënderbeun. Topi i parë në shkelmon nga Partizani, ka nisur me Nelën, i cili ka dërguar pas tek Hidri. Ndaj dhe rritemi shpejt, jemi në këtë pozitë. Topi drejt Himallarit, e sulmon mirë, provon zonën, Himallari ka në kontroll, nuk ka asgjë. Provon te Majta, jashtë. Krosimet e mirë, provon goditja dhe jashtë, ishte Renga. Goditja mjeshme, jashtë, kjo tentativ era Renga. Ose dalë me shpejtësi, shikoni mundësi e mirë për Leshaj në aksion, pozicioni është i rregull, gjithmonë Musa Leshaj, goditja jashtë, më saktë është ndërhyrja e portierit Demisha. Krosimi rrezikshëm, shikoni. Tentativa goditja Zate edhe njerë duhet të shmangi momentin. Porta përshatisu largon Partizani, ka protestat të koda. Ersi Qamili, luan shkurt për Demirin, edhe njerë Qamili, krosimi rrezikshëm që shtylla e pabesueshme. Që godete rrjet 1-0. Ersi Qamili shblokohet sfida tashmë. Partizani kalon avantazh val kësaj perle të bukur të shënuar nga numri 20 Mengjërashit Qamili, që tashmë ka vrot parkinës për të përshëndetur trajnerin Fatjon Muhamedi, që ka dhënë gjithmonë besimin tek këmbët e tij magjike. Renga mbyll mjaft mirë. Shikon nisjen e mëjeshme të Himallarit. Duhet ta sulmojë Himallari pasi gjithsesi Leshaj godet, edhe një Leshaj goditja dytë, shkon në rrjet 2-0. Shënon Partizani, shënon Musa Leshaj. Renga, krosimet e të Leshajt, lëvizje e mirë, mundësia goditse, eziton, Shega, gol, shkon në rrjet 3-0. Shënon Partizani, shënon Gjoni Shega. 3-0 në këtë çaste, teksa luhet minuta 76, skuadra kuqe ka gjetur dhe golin e tretë. Leshajt, mundësia për të provuar edhe një herë. Shgoni, është Renga dhe Nasto, gjithmonë era Renga, provon në vetëm Renga, fiton të luftimin, drejtohet portës, goditja shkon në rrjet 4-0. Era Renga, dhe si mungonte goli i kapitenit numri 46. Era Renga, shënojmë dhe gol e 4. Provon krosim një tillë, është dhe shikon në goditje, Renga! 5-0. Era Renga. Në një moment ku Hysaliu provoi me atë krosim që nuk u ndal dot nga portieri. Renga me një veprim akrobatik e çon topin në rrjet për herë të 5, duke shënuar dhe golin e tij të dytë personal në këtë sfidë. Shega në 76, Renga në 78, e më pas sërish Renga. Por shikoni, shënon Skënderbeu, ka shënuar skuadra koçare. Me sa duket është Zaçellari. Krosimi rrezikshëm, ngushton Mustafa. Tashmë nuk ka më kohë, mbyllet tu takimi mes Partizanit dhe Skënderbeut për grupmoshën e mëveçarëve, takimi prapë mbetur që mbyllet me fitoren e pastër të skuadrës kuqe me rezultatin 5-1.